Mazhoranca dhe opozita ju rikthyen kompromisit me një rezolut të përbashkët në Kuvend për mbështetjen e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kuvendi i Shqipërisë rithekson se përparimi në procesin e antarësimit duhet matet mbi bazën e meritës, standardeve demokratike. Ja çdo të thot, kur opozita nuk përjashtohet, kur opozita nuk refuzohet, por dakordësia parimore për dokumentin që mbështet aspiratën kombëtare për të bërë pjesë e Unionit nuk vlente për qëndrimet e kundërta që palët kanë për ecurinë e procesit, ndërsa debati u nxit nga mungesa në sallë e kryeministrit Edi Rama dhe kryenegociatores. Raportimi i Këshillit Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies. Kryedemokrati Sali Berisha nga foltorja e Kuvendit akuzoi mazhorancën për bllokim të procesit me vendimarrje politike. E kanë mbushur funde krye me mashtrime, nuk guxojnë të dalin zot raportit. Përgjigjen për qëndrimet e kryedemokratit e tha ministri i jashtëm. Pavarësisht nga qasjet e ndryshme, të bëjmë gjithçka për të maksimalizuar mundësinë reale që Shqipëria ka sot për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 dhe për të bërë vend antar i BE-s në horizontin 2030. Berisha në kundërpërgjigje theksoi se procesi i integrimit për Partinë Demokratike është dhe mbetet ylli polar i programit të saj, ndërsa foli për hipokrizi në krahun tjetër. Faktuot me vepra konkrete se ju jeni jo për integrimin, por për plaçkitjen i futët thikën reformës drejtësi. Me gjithë akuzat e forta të Berishës, socialistët shfaqën frymë konsensusi duke i dhënë minuta shtesë nga koha e tyre. 1 minutë nga koha e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Armiqt të vërtet të integrimit jeni ju. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, që disa herë në seancë theksoi dakordsinë dhe rolin e opozitës, i bëri një kërkesë opozitës për reformat kyçe. Në këtë frymë duhet përfundojmë me konsensus brenda këtij sesioni, brenda korrikut, edhe reformën territoriale, edhe atë elektorale, duke përfshirë, siç e thash, edhe ligjin për financimin e partive politike. Përfaqësues të opozitës më tej theksuan qëndrimin pro integrimit, por nënvizuan problematikat që sipas tyre lidhen me qeverinë, ndërsa socialistët i kërkuan demokratëve të mos bëjnë politik, siç thanë duke nxjerrë Shqipërinë.